Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Demit. Do bëjmë leximin e vitit 2026. Si që shikoni po ndez një timjan këtu për t'ju bekuar këtë vit që po vjen, të dashur Demër, që nga muaji i parë, janari, dhe deri në dhjetor, qofshi bekuar në shëndet, bekime paqi, në dashuri, familje, begati, zhvillime personale, zhvillime profesionale, të gjitha, në gjitha këto lami, qofshi bekuar, qof një vit i mbar dhe i realizuar, në të gjitha aspektet e jetës të dashur Demër. Dhe si që shihni, kam 12 letra këtu që pasqyrojnë në se cilin muaj të vitit. Të dashur, do i marrë janar shkurt, pothuajse së bashku nga që janë ndërlidhen njëra me tjetrën, por dua t'ju them një gjë, nëse them unë që do ndodh diçka në shkurt pars, shtator, nuk do thot patjetër, do varet çdo gjë nga fokusi juaj, veprimet e juaja, që mund të ndryshoni ka hjen absolutisht dhe çfarë është primare për ju. Fillojmë me mbretëreshën e shkopive dhe karrocën, që është janari dhe shkurti. Të dashur Demër, këtu tregon një, apo them, është një lexim goxha i qartë, një forcë e vërtetë që jeni duke ndaluar sikur momentale me njëherë në vitin që po futemi, jeni duke, ta them, po ndjeni në pak forcën e juaj të vërtetë, kur po pushon së prituri. Demi hyn, apo me këto letra të paktën të parat, me potencial të madh personal në këtë vit të 2026-s, por edhe me një tension të mbrëmshëm, dëshiron absolutisht siguri, por njëkohësisht ndjen që jeta po e shtyn të dalë nga zona e ratisë, ka dëshirë për stabilitet, por realiteti kërkon lëvizje. Nuk është vit për të pritur të dashur Demër, që gjërat të vendosen vetë. Është vit për drejtim të vetëdijshëm, të merrni timonin në dorën e juaj. Mbretëresha e shkopive dhe karroca tregon vitin nis fuqishëm, Demi ka vetbesim, po merr iniciativë, karizëm dhe dëshirë për të marrë drejtimin. Këto dy letra tregojnë që ti e di çfarë do, por duhet të zgjedhësh këtë drejtim dhe ta mbash atë drejtim. Rreziku nga mosbërja të shpërndash energjinë në shumë fronte dhe të mos përfundosh asgjë. Pra, Demër Demi vendos një objekt kryesor për fillimin e vitit dhe mos e ndro çdo muaj apo mos hezito ta bësh atë çfarë do vendosësh në këto muajt e parë të vitit. Muaj mars dhe prill kemi 4 të shkopive dhe 8 të monedhës. Këto fokusi shkon tek ndërtimi, mund të lidhen me punë, shtëpi, një marrëdhënie apo një situatë që kërkon angazhim real. 4 të shkopive flet për bazë të shëndosh, çfarëdo sido që të zgjidhni këtë drejtim do ketë bazë të shëndosh. Ndërsa 8 të monedhës kërkon punë të vazhdueshme, të vazhdoni të qëndroni në atë çfarë vendosët, që thamë që në muajt e parë të dashur, që në muajt e parë. Asgjë nuk ecën vetëm nga dashuria, dëshira apo mendimi. Gjithçka të dashur Demër kërkon përkushtim ditor. Absolutisht. Pra, këto dy letra tregojnë që
kërkohet një angazhim, një drejtim i qartë në atë çfarë keni vendosur që në muajt e parë, që të mos dështoni nga që kjo rrugë ku jeni nisur apo atë çfarë do vendosni do jetë vërtet qelsi i fillimit të suksesit të juaj për çfarëdo që të bëhet fjalë. Tani, maj dhe qershori kam 7 kupës dhe yllin, që është letër kogja e bukur. Kjo është një fazë ku demi mund të ndjej hutim, hezitim, ka shumë mundësi, shumë ide, si t'ja bëj, shumë ëndra, por 7 kupës paralajmëron për paksa iluzione, premtime boshe vetes tate, zgjedhje të bazuara vetëm në dëshirë, pra mos të ngelemi aty, por the star apo ylli vjen si dritë. Nëse ndalesh, qetësohesh dhe dëgjon veten, e di saktë ku do shkosh, e di saktë çfarë do vendosësh, do ta dini saktë çfarë është për ju. Mos zgjidhni ajo pse është e bukur, situata, personi, është e lehtë, apo sepse ndiheni sikur të shëruar, të kompletuar. Jo. Por ajo çfarë është afatgjat, drejtimin që do merrni, siç thash, do jetë qelsi i fillimit të suksesit të juaj. Mjaft keni qëndruar në një vend, mjaft keni pritur që gjërat të rregullohen vetvetiu, mjaft keni pritur që ta vini aq shumë veten apo ta hutoni, të hezitoni në çdo gjë që keni bërë. Kjo është mjaft. Dhe ky yll këtu është plotësim dëshire, realizim, por po s'dolet nga ky hezitim gjithë këto ballone. Shikoni, to llumbace këtu që tregojnë për mundësitë që po ju hipen, do ju hutoheni prapë dhe të ngeleni në vend numro. Të dashur, demër, korriku dhe gushti. Korriku është 3 të kupës dhe mbreti i shkopive. Shikoni këtu. Kjo periudhë do ju sjellë kogja gëzim. Shoqëri, mbështetje sociale. Por mbreti i shkopive të kujton, nuk je këtu vetëm për të festuar, por të vazhdoni dhe të udhëheqni jetën e juaj atje ku keni vendosur që në fillim. Këtë mos harrojmë. Kujdes nga shpërqendrimet. Argëtimi është i shëndetshëm, por jo kur bëhet i tepruar. Mos e humbni fokusin. Pra, më duhet ta ripërsëris, e di që ndoshta do mërziteni, por këtu është vendimet e marra, të dashur, vendimet e marra që në fillim të vitit do jenë qelsi i gjetjes së paqes, qelsi i arritjes së suksesit, qelsi i çdo gjëje që jeni duke kërkuar, apo çfarëdo lloj gjëje që jeni duke kërkuar për të arritur qëllimin të juaj, do jetë të jeni super të vendosur. Absolutisht do festojmë, absolutisht do argëtohemi, do shoqërohemi, por asnjëherë pa e humbur fokusin ton për çfarë jemi nisur që ta çojmë këtë rrugë apo deri në fund. Shtator dhe tetor, të dashur. Kemi 10 të shpatës. Shikoni këtë personin të shtrirë, 10 shpata i kam mbi trup. Këtu kemi mbyllje të fortë, por kemi edhe mbretëreshën e monedhës. Shikoni, sa bukur pasqyrohet. Gjithë ajo luftë për të marrë drejtimin dhe për mos rënë pre asgjëje, për të larguar fokusin e juaj, të dashur, nga asgjë dhe nga askush. Këtu kemi një mbyllje të fortë, siç thashë, 10 të shpatës tregon fund. Mund të jetë i dhimbshëm, por absolutisht i nevojshëm. Një situatë që ka zgjatur shumë në jetën e juaj. Dhe ka ardhur koha vërtet të largoni. Një marrëdhënie apo mënyrë mendimi që të ka lodhur, shterruar, të ka sjellë në këtë gjendje. Dhe mbretëresha e monedhës vjen absolutisht në mënyrë sikur do të shëroj për të treguar pas këtij fundi
Demi gjen stabilitetin e vërtet. Mos u ka pra pas asaj që po të rënon, apo çfarë ke hequr, apo si ke vuajtur nga frika, apo nga frika e ndryshimit, ta them kështu, nga që kjo është vetëm një sprovë për t'ju hutuar dhe për t'ju ndaluar nga rruga ku jeni nisur. Nëntor dhe dhjetor, të dashur, kemi rrotën e fatit, absolutisht, dhe kemi mbretin e kupës. Shikoni që të dyja këtu. Këto dy letra në bashkëpunim me njëra tjetrën, sikur e ndihmojnë të mbyllet viti, që nuk do të thotë, mund të jenë në mes të ndodhin gjitha këto në mes të vitit, të dashur. Në mes të vitit, siç thash, varet çdo gjë nga fokusi dhe veprimet e juaja. Të mbyllet viti me pjekuri emocionale dhe ndryshim të fatit tuaj. Rrota absolutisht kthehet dhe cilët gjithkohën, por për këtë herë Demin nuk do të reagoj impulsivisht, nuk humbet kontrollin emocional, vepron me qetësi dhe mençuri. Ky është rezultati i gjithë punës së vitit. Absolutisht, rrota e fatit tregon që vërtetë do jeni në kohën e duhur t'i përmbyllni të gjitha ato që për çfarë jeni nisur, dhe ky mbret i kupës të ndiheni të qetë, të lumtur dhe të përmbushur. Të dashur, Demër, kam zgjedhur dhe 2 letra shtesë si lloj rezultati, të quajmë ashtu. 2026 nga kjo letër i kërkon Demit të lejoj veten të jetë i hapur, mendje hapur, jo gjithçka zgjidhet me forcë apo me kontroll. Intimiteti i vërtet emocional apo njerëzor, për çfarë do të jetë, vjen vetëm kur nuk fshihesh pas rolit të fortit. Unë duroj, unë mundem, unë ja dal. Mund të lejojmë dhe të ndjejmë dhe dhimbje dhe ta them hezitime dhe jogati dhe fuqitë e fshehura, ta them kështu, brenda teje po zgjohet një fuqi që nuk është agresive, por është e qëndrueshme. Dhe kjo më bëhet qefi shumë se gjatë gjithë vitit kur kam lexuar, Demrit kanë qenë vërtet të hezituar për të marrë një hap që ka qenë shumë i rëndësishëm për ta. Është intuit, është durim, është mençuri. Mos e nënvlerëso qetësinë tënde. Ajo është arma jote më e fortë, apo do jetë këtë vit. Të dashur Demër, ky vit nuk të kërkon të bëhesh dikush tjetër, të kërkon të jesh plotësisht vetvetja, por pa maska dhe pa frikë për të ecur përpara. Absolutisht një vit i mbarë dhe kogja mësime për të rikthyer Demin aty ku takon dhe aty ku e meriton. Gëzuar dhe qoft një vit i mbarë për të gjithë ju Demrit.